Pas debatit të ashpër me Selin, Rogeri pati një reagim tepër emocional, ku nuk i ka mbajtur dot lotët. Ndërsa tensioni brenda shtëpisë ishte i dukshëm, ai nuk mundi të fshitë dhimbjen që i shkaktoi përmendja e të birit brenda lojës, një temë shumë e ndjeshme për të. Nuk përmendet djali ashtu. Mbaje djalin fort se jam i fort, ma pudh djalin o zemër, kërkoj falje për çdo gjë, o Zot ma ruaj djalin. Jam mirë, u shpreh Rogerti me zë të dridhur, ndërsa lotët i rridhnin në heshtje poshtë syve. Fjalët e tij treguan se edhe personat më të fortë emocionalisht mund të prekën thellë nga temat personale, sidomos kur bëhet fjalë për familjen. Banori pati një debat të vazhdueshëm me Selinën që prej mbrëmjes së dieshme, ku tensioni dhe mosmarrëveshjet nuk munguan. Shumë nga bashkëbanorët e vëzhguan situatën me vëmendje, ndërsa disa tentuan të ndërhynin për të qetësuar situatën, duke e bërë të qartë se marrëdhëniet dhe emocionet brenda shtëpisë shpesh janë shumë më komplekse se sa duket në sipërfaqe. Pas këtij momenti të ndjeshëm, Rogeri duket se ka reflektuar mbi rëndësinë e familjes dhe lidhjeve personale, duke treguar një anë më të ndjeshme të karakterit të tij, të cilën shikuesit e programit nuk e kishin parë më parë. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.